Shqipëria është veshur me atmosferën e festave kombëtare, teksa qytetarët kanë marrë pjesë në aktivitetet organizuara nga bashkitë. Në kryeqytet u zhvillua ceremonia zyrtare e ngritjes së flamurit me rastin e 28 nëntorit. Është një kujtesë mbi çfarë kemi qenë, kush jemi dhe kush duam të jemi. Shqiptarët me çdo brez kanë ditur të ngrihen për lirin, për dinjitetin dhe për të ardhmen. Prandaj sot, ndërsa ndërtojmë Shqipërinë moderne, evropiane, të hapur, 28 nëntori nuk është një përkujtim, por është një premtim se rrugtimi vazhdon dhe do ta çojmë përpara me të njëjtën kurajo që kemi ndriçuar historinë tonë. Kryeqyteti feston 28 dhe 29 nëntorin me një kalendar të gjerë aktivitetesh, duke u shndërruar në një qendër të madhe festive. Për 2 ditë me radhë, qytetarët janë me akses falas në institucionet kulturore si dhe në aktivitetet të tjera publike. Në vazhdim, ne do kemi 2 pika kryesore për gjitha familjet shqiptare që dëshirojnë të festojnë në festën e 28 nëntorit, që është tek Pazari i Ri dhe tek Pedonalia Murat Toptani. Ndërkohë, do të kemi patjetër koncertin kryesor të Sheshit Skënderbej, do të kemi këngëtar të mirënjohur si Eraj Strefi, Soni Malaj, Mike, Kida edhe Lumi B. Koncerti do të vazhdojë nga ora 6 pasdite deri në 12 të darkës dhe në orën 12 do të kemi një shfaqje fantastike të fishek zjarreve. Në Shkodër, disa qytetarë kanë zgjedhur të bashkohen festimeve në një mënyrë krejt të veçantë, duke parakaluar me kuaj e të veshur me kostume tradicionale. Edhe në Elbasan është përkujtuar 113 vjetori i pavarësisë. Qytetarët e drejtues të pushtetit lokal kanë bërë homazhe në nderim të patriotëve. Në Lezhë, festimet nisën me ceremoninë e ngritjes së flamurit pranë obeliskut të pavarësisë. Edhe në Korçë është përkujtuar shpallja e pavarësisë. Në ceremoninë zyrtare, banda e qytetit ekzekutoi himnin e flamurit. Me rastin e kësaj dite, Mitropolia e Korçës mbajti doksologjinë e bekimit të flamurit sipas traditës së Fanolit. Në meshën e posaçme, Mitropoliti Anastas bekoi flamurin dhe të gjithë ata që kanë dhënë kontributin e tyre për fen dhe atdheun. Festime dhe aktivitete u mbajtën edhe në qytete të tjera të vendit.